kjo zyrë shteti që paguhet me rrogat më të larta në gatdishullin e Ballkanit, do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Në shënimin që i lash Altin Troplinit, e informova se sot e tutje nga Dumani do të quajmë Altin Troplini. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Edhe mjafton të ky sinkron që të futemi në botën e zjarrt edhe të përplasjes. Në fakt, kemi vetëm doktorin që pak në atë Partitë Demokratike që nuk se mori pak, do mori shumë pak se që duheshin për qeverisë, mori gati 500.000 vota, dhe të shohë vetëm doktorin që del. Pra do thënë doktori ka marrë për sipër edhe kandidimin për kryeministër dhe kryetarin e opozitës dhe do të thënë i bën të gjitha vetë, gjitha rolet. Dhe po kjo nuk heq pyetjen kryesore nga skena. Ora opozita a ka shpresë për ringjallje apo do dëgjojmë vetëm doktorin që do bëj akuza që mund të jenë të vërteta, të sakta, nuk kam asnjë gjë. Bile shumë elegante, shumë interesante, shumë radikale, po vetëm një zë. Pra nga ky zë mund të kuptojmë të ardhmen në opozitës. Kam një panel shumë interesant me dëon, rikthehet në 360 gradë, Shemsi Prenci më mbrëma, Shemsi më së erdhe në 360 gradë. Kemi kërkuar disa herë, po edhe ke ardhur dhe ke s'ka ardhur, megjithatë na ke respektu. Kandidat për deputet. Dhe të vinë Kulluri më mbrëma, më së erdhe. Dhe nduhen edhe ti ke munguar. Por kur i kthehesh, tak është shumë interesant. Faleminderit që jeni të gjithë. Faleminderit, mirë gjë. Shumë njerëz po shkruajnë Laerti, është Laerti, do jetë Laerti apo jo? Sigurisht që Laerti është Laerti më mbrëma. Më mbrëma zej. Edhe të kam vënë pranë me zonën Bozhegu, Nita më mbrëma, avokate. Paktën e kam një kështu mbrojtëse ligjore që po ja futa kot. Jo vetëm që ke sigurisht edhe po ballafaqohemi me ligjin pa diskutim që e Nita ke më të mirë. Sigurisht. Po mendova që okej, e lëm tu. Zoti Prenci, a ka shpresë për ringjallje? Opozita është e rënuar, çfarë po ndodh? Unë nuk mendoj që opozita është e rënuar. Unë mendoj që opozita është më se shkatëruar me leadership të konsumuar. Kur them leadership nuk kam parasysh një person të vetëm. Të gjithë ata që janë konsumuar në politik normalisht nuk kanë se çfarë të japin. Duhet të mos harxhohet shumë kohë. Nuk ka kohë më për eksperimente. Pasi dal nga dal në Shqipëri dikush thotë është instaluar regjimi, dikush thotë se është duke instaluar regjimi. Ka artikulime të ndryshme të analistëve, qoftë edhe Baton Haxhiu që thotë unë nuk do t'ja uroja mikut tim të ngushtë mandatin e 4. Ka artikulime se në Shqipëri mund të krijohet fronti antipatronazhist, e cila të çon drejt një përplasje shumë të madhe. Vëmendja e ambasadave në Shqipëri duhet të jetë në këtë moment shumë e lartë, sidomos ambasada amerikane. Shërbimi informativ shtetëror është inekzistent. Opozita ose do të riorganizohet me një leadership të ri, ose përndryshe
do t'jemi drejt një përplasje të madhe dhe nuk është mirë që Shqipëria të shkojë në një përplasje. Çfarë në kupton me përplasje? Po fakti që artikulohet krijimi i një fronti antipatronazhist do të thotë që ka përplasje. Sepse kryeministri në njërin anë i falenderon dhe i quar në strukturat e patronazhimit votës një strukturë të suksesshme të Partisë Socialiste, ndërkohë që është prekur drejt për së drejti integriteti i votës nëpërmjet grupit patronazhimit në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Qartë. Prova ka të pakontestueshme të njerëzve që kanë arritur të marrin deri në 40 vota një herësh në Greqi dhe ka një model ose një format plotësimit të votës që besoj që nëse spaku do ta hetoj. U bashkuan ato votat e Partisë Demokratike me Partisë Socialiste për të mos hapur, për të mos filluar rinumërimin dhe sot kemi lajmin që Ilir Meta nga Burgu thuhet që ka kërkuar, ka autorizuar Tedi Blushin që të Partia e Lirisë të depozitojë kërkesën KQZ për të drejtën e rinumërimit të votave sepse ka shqetësime. Ka një problem. Lidershipi i Partisë Demokratike gjithmonë e ka ndihmuar instalimin e regjimit të 4 mandateve. Po t'jenë 2 s'është më regjim. Të lutem, pra të gjithë. Se Partia e Punës se i zhduku ballin kombëtar dhe legalitete. Në mënyrë kategorike, ne para jo më pak se 4 muajsh, opozita bashkoi votat që të mbyllen listat, që të vritet vota e lirë, që të vritet demokracia. Pra, në asnjë mënyrë, as mandatin e 2021-shit dhe as mandatin e 2025-s nuk mund ta merrte Partia Socialiste pa ndihmën e lidershipit të opozitës. Në këtë kontekst, ato janë bashkëfajtor. Problemi është opozita shqiptare, populli shqiptar, derisa kohë do të vazhdojë të ketë eksperimente të tilla, në Shqipëri opozita dhe opozita edhe oligarkët i kanë bashkë, jo ma votat për të heshtur ndaj katraurës që është bërë me zgjedhjet. Në këtë kontekst, unë them, me urgjencë duhet një lidership i ri i opozitës për të bashkuar opozitën në një front. Për këtë më se do dari Kulluri, si del ky lidership i ri? Po nëse merret peng, po pastaj opozita le të mbahet peng. Por janë 500.000 vota të marrën emrin e Berishës. Ju thatë, kur lançuat startimi në emisionit, thatë 400 deri në 500. Faktikisht do të thoshi 500 deri në 600.000, sepse është mbi 500.000. Kush doktori? Por sido që ta thoni, është e pamjaftueshëm se doktori ka marrë 300.000 vota më pak se në 2021-shin. Po këtë e di unë. Pra, ka marrë 300.000, se janë bashkuar dhe 107.000 votat e LSI-s në koalicion. Rezultat më të dobët, opozita nuk ka patur përjashtuar vitin 1997. Opozita o Partia Demokratike? Opozita në tërësi. Sepse edhe opozita tjetër, zoti Zhej, kanë marrë partitë e vogla rreth 220.000 vota, ata që nuk janë në koalicion me koalicionin për Shqipërinë madhështore. Të gjitha së bashku. Problemi është që nuk janë përkthyer në mandate. Nëse do të ishin përkthyer në mandate, 20 mandate, do ishte ndryshe historia. Por nuk janë përkthyer në mandate, 220.000 vota janë përkthyer në 4 mandate. Dhe kjo është një katraur që është përgatitur që përpara me ligjin elektoral. Marrëveshja 2008-s vazhdon. Marrëveshja 2008-s dhe e 2025-s. Kur u bashkuan votat për listat e mbyllur. Opozita ka shpresë për ngjallje, është e rënuar, totalisht e shkatruar, thot, për ta bërë fluide bisedën. Po. Nuk shoh asnjë aktor sot në opozitë që të ketë fuqi, legjitimitet për ndryshuar situatën. Asnjë. Fare. Dhe ku flas për legjitimitet, flas për shkak të rezultateve. Kush e ka fare Rama, e ka kap Rama dhe ata? Jo, më po them s'ka legjitimitet, nuk thash që ka kapur Rama. Nuk po them këtë. Nuk thash që ka kapur Rama njeri, po them që legjitimitet, leadershipi i PD-s nuk ka, partitë e reja nuk kanë dhe ato, për mendimin tim, as fuqi, as legjitimitet me këtë rezultat, sepse nuk u punua për të rezultat në partitë e reja, u punua për të ulur PS në 7 mandate, në shtadit e... Sa ishte Rama? Shtadit e... Sa ishte më? 78-83. Pra ja dole me suksesën e tjerë, ta ulim në 70. Kështu që këtu ka dështuar gjithë, ta kam të ditë në parë që ka marrë mas zgjedhjeve, dhe ata aktorë që shikoj, nuk kanë asnjë lloj... s'ka modalitet të uri.
Pra, e para punës të rinjallë shpëdën, është e pamundur. Tani Berisha del ditë për ditë bën konferencë shtype më zotëri. Pa e mban gjallë një lloj flake. Qa flake? Ajo është një qiri për balli projektorit. Projektori ka cakon që është duke relaksuar jashtë. Libri lexohet me shandan, ose me projektor, nuk lexohet me qiri. Me qiri të... Po, se disi problemi tani se dhe ti ishe titullar një partie 3. Ju zotëri pranoni që formula nuk funksionore. Unë ka pranuar ditë e parë. Nuk dini të kafshoni opinionin publik ditë për ditë si bën Berisha. Berisha me atë këmbgulje është akoma sot. 81 vjeç bës si vjeta e tetor. Tash të ke kohë të tregoj. Kohë kemi sa dush po me parcelet shkurtër, dëgjoj, ka një parcelet ndorës. Po e vetëm atë si figurë më zotëri, ai nuk del asnjë tjetër. Kush Gazbardi? Ku janë këta të tjerë? Nuk duken të tjerë. Edhe një çfarë thonë ata të tjerë? Gazbardi ka dalë 12-4. Këta tjerët kanë humur për herë 7-8, një sekondë. Të thonë u vodhën vota, do grabitëm. U grabitëm. Narkoshteti, kjo, do ta kapim Ramën, do bëjmë të kemi bëj një gjë valla. Edhe një herë, këto gjëra kanë ndodhur 2017, kanë ndodhur 2019, kanë ndodhur 2021, kanë ndodhur 14 maj, ndodhi prapë. Tu s'ka asgjë të re. Fatkeqësia është e vetmja gjë e re që pritet këtë ishin partitë e reja për shkak të formulës dhe për shkak të mosbashkimit, dështuan dhe ato. 220.000 vota nuk u kthyen të paktën në 15 mandate, po u kthyen 4. Se normal që në qashtë e vogla, Gjirokastër, Berat, Tukës, Dibër, ja ta marrë si logjik. Në qashtë e vogla, partitë e reja nuk merren tot mandat, edhe po të ishin bashkë. Do ishte pothuajse pamundur për shkak matematike. Por në qashtë e mëdha, Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Fier, Vlorë, do kishim rezultat të paktën 3 herë më të mirë se ky që u marr. Përveç perceptimit që do krijohej nëse do ishin bashkuar, ishin krijuar dhe më shumë frymë, pra më shumë se 200.000 vota. Deri tani të kaluarën. A më thuajte me kë do bëhet? Por ka gjë, unë nuk e di me kë do bëhet. Më fole për këmbguljen, dëgjoj, të lutem shumë. Po shoh, ora shoh vetëm doktorin në skenë ose. Po jam më ta them unë se është puna doktorit dhe këtyre që vazhdojnë rrim pas doktorit. Ku janë ata? S'ka asnjë. Vetëm ai është. Ora ishte një. Ai është solo, la solist. Të lutem shumë. Turi, kjo këmbgulja e doktorit. Jo, s'është puna aty, po ore ajo është mbijetesa ti politike. Më bëre pyetje? Po pse s'dalin këta? Po për çfarë dalin? Ku ka fytyrë dalin? Me të rezultat. Dalin edhe si s'ka fytyrë, fytyrë pa fytyrë, pa tesi. Pa fytyrë. Po politika është fytyrë, është morale apo ç'është? Si u dalin? Është arti i të mundshme. Po pra, me këta është pa mundur të bëhet asgjë. Dëgjoj, ajo që doja ta thosha shkurt se mbas se të vlen. Ishte njëri donte të merrte kategorinë e 5, ishte të 4-ën. Kamera është aty, po. Ashtu. Nga vitet 80 në Durrës, ja të tregoj Lehertit se është dem. Tregoj Lehertit, po. Ishte për kategoritë 4, do të rritë rroga janë 7.000 ca lekë, ishte 4 kalamaj. Njifte drejtorit, i thotë Lehert drejtorit. Ka mundësimi që të kam miksa, në fusësh të kaluaj të provimi për kategorinë e 5. Po i thaj, po foli që dhe krye inxhinierit me të drejtosin teknik, i mbulodhi ata, i tha gjitha shalli gjitha ka 4 fëmijë. Ta marrim testim të thjesht, edhe po e mori të jap kategorinë e 5 e gjuna është halli gjithë. Po mirë, edhe e morën në komision. Ton Leherti thonë, më fal, Nenida, sa bëjnë 33? 7, si 7? 7. Po, pa nga një tjetër. Sa bëjnë 33? Sa bëjnë 43? 7, si 7. Prap 7? Po 7. Po 53, sa bëjnë 7? Marojmë mbledhje Artur dhe thonë drejtorit. Tash ti e ke mik të, tha. Po ky është budallata. Gjota, ky është budallata, po është këmbgulës. Bravo. Kjo është morali i saj. Pra të njëjtat njerëz se këmbgulën, të tjetër budallëk për vitesh, janë këmbgulës, po. Janë duke bërë një budallëk të madh. Të njëjtët aktor nuk prodhojnë dot rezultat tjetër. Unë di dhe një tjetër, tani se më falë, në herë të ke fjallën ti, po dhe në basi tyre, tani, po t'jap një kundër, po themi shembull, po t'jap dhejl pra dhe rusht. Kur dhejl pra, do të hanë të rusht, po e pa që rusht nuk i mbrinte dot, si është e vargu, tha, ojo, kjo rusht nuk bën për mua, si pa bërë. Tani, ata që se bëjnë vezën e doktor Berishës, thonë që doktor Berisha është blolla, a i kategorisë 5. Unë s'tashtë, unë më them që tha e tregimi. është njëti modus operandi që nuk po jep asnjë rezultat. Da jam dakord, po është i vetmi aktor në fush. Ka dhe i problem, Zhej. Doktor Berisha arriti të bëjë një koalicion, u konsumua dhe bërë një koalicion me 24 parti, të gjitha së bashku, po ti pjesësh nuk marrin as mandate fare, se nga 20.000 vota për parti. 24 partit në koalicion me doktor Berishën kanë marrë 39.800 vota. Ndërkohë, 4 partit që i la doktori jashtë kanë marrë 220.000 vota. Pra të konsumohësh
për të morë partin e Jenisherit në koalicion, dhe të mos morësh partin e Lapajt, ose Agron Sheajn, ose... E ka ftuar, s'donte. S'donte Agroni. Jo. Shiko, ishte që herët të bëj një kuvendi pajtimit të opozitës shqiptare, Ate a fundit gjithë doktori, por... Pa aty a fundit gjithë. Dunde me pa tjetër që t'ishte leadership vetëm doktori. Po sigurisht. Ta gëzoj. Oke, ta gëzoj të mbrojë. Pole. Jo, më kishte marrë malli për Prençin sinqerisht se ke pasysh ka atë përpjekjen që të letrarizoj Gegnishten. Është e bukur shumë. Do më thënë edhe, ne kemi bërë një mëkat shumë të madhë. Më thënë, me Gjergj Fishtën, më rënd pastaj me Milosh Gjergj Nikolën, i njohur si Migjeni. Ka një poezi, në atë birët e shekullit ri, që plakun, kujdes, e lam, në thonjë za, në shejtnin e ti, e ngritëm grushtin për me luftue, betejat reja për me fitue. Tani, plakun nuk e lanë. Shejtnin e kanë bot dreqni. Kur bëhet mua bet për opozitën, tregohen barsaleta. Këto partit që thot zoti Prençi, janë parti qka. është dhe një tjetër që baron me i qka. Dhe, çuditërisht, këto as nuk pjellin, as nuk barsen, trashëgimtar nuk lën, dhe detyrohet plagu i shkret sërish, ngrihet, si që kam thënë, si i vdekur nga vari, edhe merë sërish, ton, mbart kryqin e opozitës dhe në kaq vite nuk kërkon një falje, edhe papa i Romës, i Vatikanit, shkoj dhe kur takoj homologun e ti ortodoks, kërkoj falje për skizmën. Skizma tani ndodhi që nga konsiljet ekumenike dhe kërkon falje papa. Kërkon falje papa. Ju më ja kërkoj falje. Si? Ja kërkoj falje. Po ju nuk e dini. E kupton? Të përkullet para popullit shqiptar dhe thot, më fal gabova këtu, më fal gabova atje. Po i bën me qëllim edhe një. Dhe më e bukura, më fal do gaboj sërish. Mirë. Po, dhe do vazhdoj të gaboj. Por ju do më mbështesni, do më jepni votën në gabimin tim. Kjo është parodi e opozitës. Ola, përveç atyre 5 njëve se më shtetë asnjëri. Kulluri, se t'i ti edhe nga... Bëllë si bisedim. Po jo, mëse është dhe nga ky geni admiralve kulluriote. Lërët më falë do të qëtë Po Prençi Mbulqeu që tha, është katruar, është shpartaluar opozita Prençi. Lërët, unë jam një ndër personat që në vitin 1997 kam qenë duke u vrarë, duke humbur jetën pas doktorit. Pikërisht. Dhe kam kryer detyrën e drejtorit forcave speciale të asaj kohe për të ringritur shtetin e zhveshur Lakuriq. Pra, ne jemi mësuar që besnikërinë të mos e vlerësojmë dhe për kushtimin. Unë nuk mund të bëj ma eksperimente me jetën time dhe nuk mund të shoh të ardhmen e fëmijëve të mi dhe të Shqipërisë tek doktori. Kjo është kalqifikuar, të lutëm, kështu tha dhe i matë, edhe i matë, kur doli në lirim të parakohshëm dhe tha, të ardhmen e fëmijëve të mi, s'mund t'ja besoj ati që nxori ushtarakët që mbrojnë atë dheun në lirim të përkohshëm. Lert, të lutëm. Mos u lutë fare, me respekt. Mua më është kalqifikuar në ndërgjegje ky mendim që të ardhmen e fëmijëve të mi nuk mund t'ja besoj ma doktorit, për ato që the shprehet ju, për ata që kur nuk kërkoj falje për gabimet më të rënda. Jo, mas njerë. Për gabimet më të rënda. Dhe ajo që ka është, zhej tha vetëm a i del. A i tani po justifikon gabimin që, po përpiqet justifikoj gabimin që bëri me atë që nuk e bashkoj do të opozitën. Ndërkohë që, kur rëmbeu leadershipin e Partisë Demokratike me të drejta, po pa të drejt, tha që unë do të bashkoj opozitën dhe do të rëzoj Edi Ramën. Por mos harro, në vitin 2021, qeveria e Edi Ramës ka qeverisur me 28% të votave. Për shkak sepse doktori nuk u përpoq me gjithë opozitën për të kundërshtuar masakrën që ndodhi në Durrës, me bandën e Durrësit
që prodhoi 6 deputet të inkriminuar që asnjëri s'janë sot deputet, por vrapoi të marrë Partinë Demokratike për ta përdorur për qëllimet e veta. Është shumë vonë që shqiptarët vazhdojnë të eksperimentojnë duke mbështetur doktorin, por duhet të prodhojnë leadership të ri. Do ishte shumë bukur Prenci. Lutem. Po të na ndihmonte regjia tani se e kupton kjo është bërë. Jo. Do të thënë, nga që me Barsoleta e kështu e ton, t'ja zbusim pak zemrën, janë gjithë ata demokratë të zhgënjur. Është një këngë, siç e tha Prenci, që thot, a shumë vonë, ti se di për ty u bë shumë vonë. Ta dëgjoj si refren. Se ndoshta ton dhe e ka një kosovar këtë këngë që e këndon. Është dhe në dialekt, e afërt, dhe mbase migjeni nuk e dëgjojnë. Po le të dëgjojnë repistat. Se ndoshta ata janë si rapsodët e vjetër. E kemi konsumuar energji dhe respekt. Unë them që të vazhdojmë të kemi respekt për doktorin, por mos të hargjojmë ma energji për ta mbështetur doktorin. Pa tjetër më buri dhe për çdo burr me thinja duhet kesh respekt. Po pra. Po kur ai kërkon falje për gabime. Të vazhdojmë të kemi respekt, por mos konsumojmë energji për ta mbështetur, sepse bëjmë eksperimente të dështuara në dëm të popullit shqiptar. Është në Bibël ajo që quhet The Silence of the Lambs, do të thënë heshtja e deleve. Tani kur dashi merr vrull se u çmend dhe fillon dhe hidhet në umner, e ndjek pas gjithë kopeja dhe hidhet në umner, dhe sa do të vrapoj bariu, nuk e shpëton do tufën. E vërtetës. Por, se duat fus të bazbisedim ka një interesant, edhe Andruenën dhe Enidën. Ka një status, jo, nuk është monopolizim, është një status që ka dalë sot i avokatit Gjedh Xhekutaj, nuk e di a keni parë, më të rëmbi pak. Për lutëm a dekriptoni pak. Doktor Berisha thot, zoti Xhekutaj, mike emisionit e 160 gradë, që në 2017. E solli Partinë Demokratike në jetë pas një kome artificialit të shkaktuar nga armiqtë e saj. Sot armiqtë e dikushëm të PD-s të penduar, por të paguar dje dhe sot nga Rama e në ko, po përgatiten të riazësojnë Partinë Demokratike dhe Berishën. Disa për tyre, edhe deputet të PD-s, nesër të klonuar nga Rama, nesër të klonuar nga Rama, pra të më thënë, bëhet fjallë se duke të shkruani grup, nuk edhe keni informacion, që kërkon të rejke në doktorit. Pra dhe nga ta deputetet e... Brënda PD-s. Brënda PD-s. Ja do të apë një ty, ke informacion. Po të meroj ke mua. Po që që thot? Janë të shfaqur me emër dhe mbi emër, dhe beteja me ta sot është me ashpra, pra lufta bëndalojt i pje. është me ashpra, pse do të luftohet fizikisht dhe jo online si dje. E këtë di, po e verifikon? Po, jam duke lezu. I kam të sakt. Zdo më thënë fizikisht dhe online, ma thoni, nuk mund të largojmë shpëtimtarin ton, pra doktor Berishën, por atentatorët dhe ti, qofshin bura, gra, gej, apo lesbike. Lufta shpadur, bërru. Gjedh Xhekutaj. është një kuçot që nuk të bën status e kështu letrare. Gjedh Xhekutaj pikë së pari ka qenë ish prokuror i Fatosnanos, më pas avokat i suksesshëm. Edhe është avokati zotit Berisha në procesin e tij ligjor në SPAK. Dhe ishte avokati zotit. Mos harrojmë që vetëm pak ditë më parë, zoti Xhekutaj dha dorëheqje nga mbrojtja e kryetarit LSI-s, dikur Partisë Liria sot, zotit Meta, për arsye të cilat vetëm ata të dy i dinë më mirë, por publikisht na është thënë që largimi i zotit Xhekutaj nga mbrojtja e Ilir Metës në proces është për shkak të angazhimit dhe procesit gjyqësor që ka nisur ndaj zotit Berisha, që nisi sot, me sa jemi informuar me vendimin dhe formimin e treshës gjyqësore që do të ketë çështja partizane. Po flasim për një krizë shumë të thellë, shumë dimensionale brenda opozitës, xhei, ku nuk flitet vetëm për institucione, flitet edhe për politik, flitet edhe për moral. Fragmentizimi që është bërë Partisë Demokratike dhe lufta që Berisha ka me Lulin, që ka me Bardhin, që ka me Bashën, që ka me Alibejajn, tregon që edhe alianca de facto që ka me zotin Meta, e ka dobësuar Partinë Demokratike dhe në mënyrë të paprecedent. Unë nuk e di se kujt i referohet avokati Xhekutaj për shkak të eliminimit fizik dhe jo online,
se duhet themi që mos harrojmë. Eliminim, ai thot për plasje fizike në mbrojtje të shpëtimtarit. Atëherë, mos harrojmë që ata në mbrojtje thot, nuk është sulm. Për luftë trup me trup, shtohet fizikisht. Po pra, po. Nuk ai lexove sa. Unë lutronditët se para pak doli. Po mos, dëgjoj, mos harroni që Gjokutaj është një avokat penalist. Okej, që merret me çështje penale, jo me çështje administrative, jo me çështje politike. Kupton që thirrja është raciste, nxit vllavrasje, apo s'ka kjo? Ne themi ç'do duam. Është me kësoj, nuk është rasti. Janë ca persona që dyshohet që janë bi. Po, ka kanë pak e lidhje se Elida nuk duhet të jetë jashtë. Po, mbarohet. Flitet për një grup armiqësor brenda Partisë Demokratike, i cili keni emër të këtij grupi? Jo, nuk kam emër. Gazbardi është? Unë përmenda armiqtë dhe luftën që ka Berisha tashmë. Se unë shof të aty tek aludimet e zotë Gjokutaj, shof, dohen dhe bura dhe gra, sepse... Është lufta hapur, unë e thash... A i ka thënë lesbikes, ka folë për Gazbardi. Jo, ka thënë edhe gej dhe lesbikes. Jo, ka thënë edhe klonime nga Rama brenda PD-s. Po, do të zbërtheni se shumë burë. Shumë interesante. E ka shkut shumë burë. E ka mitologji, Kronos i hante fëmijët e ti. Do më thënë, Gens tani i thot doktorit që ti duhet i hash fëmijët që ke provuar. Jo, ai është... A i thotë që do haje i vetëm, do fëndoj lufta. Po, Rita. Po s'ka ku ha më Genci, ku do shkoj Genci? Qdo ha më? Bëse e kemi mikë, po të Po jo, më mikë e kam, unë të mirën i dua. Jo ti më jo unë, po ti më mëse kesh. Pa tjetër më burë. Unë e kam mikë. Mikë, do më thënë? Në Shqipëri të gjithë mikë jemi me njëri tjetër, sa dalë të kushurin. Aman. Po, Rita? Ideja e statusit duket që është i mirë menduar dhe mesazhi është i qartë. Pra, brenda llojit të PD-s, mesazhi, le të themi, është i tipit që tani do priten ca kokë. Unë të paktën kështu e lexoj. Ajo që është interesante këtu në dy momente, mua më pëlqeu shumë disa prej tyre. Po, të paguar nga Rama. Edhe deputet të PD-s nesër të klonuar nga Rama e para dhe tjetra që ishte sot armiqtë e dikurshëm të PD-s të penduar për të paguar. Dje dhe sot. Kjo tregon që të gjithë ata individ të cilët janë në oborrin e PD-s, si pas akuzës së ngritur në këto momente, po më duket më shumë Gjokutaj në versionin prokuror se avokat këtu. Po, prokuror dhe nuk del dot nga... Prokuror forever. Nuk del dot. Në të cilën ai etiketon ose kanë identifikuar ata të cilët janë të shiturit. Dhe surpriza do të jetë shumë e qartë në shtator. Po, e thot nuk do jetë luftë online. Jo, se nuk jetë në shtator, do të jetë në parlament lufta. Sepse ky grup që do të jetë grupi armiqësor, grupi zjarrit, pra ne presim ringjallje, mund të kemi dhe vrasje. Në shtator do të kalojnë me sa duket, unë e kam vënë një bes të vogël që në shtator do ketë shumë firo që do të kalojnë. Gjithë talentin tënd investigativ. Pozita? Shqipësi të ludhem, Zoti Prenqi, ma zbërthet ani këtë. Klonimi... E do tekstin ta kesh për para? Jo, e kam tekstin. E kenë, klonimi presupozon kalimin me... Jo, ma jebja tekstin. E kam bërë këtë rrugë, Prenqi, e kam bërë këtë rrugë me ujë në dorë. Tani po e bëj me komunikat të PPSH-s në dorë. Mere komunikatën e PPSH-s, thirrje për grupe armiqësore, do i kapim, do u presim kokan, armiqve të Partisë së Punës, tradhti, është thirrje ndaj grupeve armiqësore aty. Kape një çik. Jo, ata në rregull janë, mo. Nuk është thirrje, është ftesë. Ftesë. Në rregull është. Domethënë shoku Ramiz, misioni që i ka dhënë vazhdon, e mban. Bravo i qoftë. Është besnikëria edhe kurgulje. Është në rregull. Dëgjojmë pak oficerin e zbulimit. Në një stacion televiziv tjetër, unë jam përballur me zotin Gjokutaj dhe i kam thënë nëse të ka marrë avokat doktori dhe të dëgjon për këshillat, keni bërë gabim që e keni këshilluar që të mos paraqitet. Ishte pa kaluar në rreth shtëpie. E kemi asin në mëng, më tha. I thash, e di asin në mëng që keni, sepse do të kaloni me 1/5 në gjykatë kushtetuese, e thash sepse kam një deputet komshi që erdhët ja morët firmën mbrëm në orën 2 të natës. Por kjo nuk ju nxjerr nga të lutëm. Kjo 2 e natës, Prenqi, jo një parantezë, kjo 2 e natës, nuk të kujton sa makinat vogla i këtëshin palat, në 2 të natës të është një arestuar në emër të popullit, ose i të firmën, edhe këta në 2 të natës ven. Lertës, unë polic jam. Po ma prishe fillin, unë e kam shtirë të ka. Keqe. Jo,
pavarësisht gradave, emri më i bukur është polic, nuk është drejtor policie. Polic është më i bukur. Dhe në orën 2 të e di, thashun, Ti e mbrojtës i rendit. e di fabulën, thash sepse mbram në orën 2 të natës, te pallati im erdhi u mor një firmë, një deputeti, thash për ta quajtur në gjykatë kushtetuese, por nuk do t'ju eci. Thash sepse nuk mund ta mbroj kushtetutën doktori. Ma zbërthej këtë tani, këtë mesazh, këtu. është shumë rrënqetës. Ky material, pasi dështoj si avokat, Gjokutaj, tani ka filluar të bëj politik. Unë e kam mik. Mos u bërë me Gjokutaj tani, sa le përmbajtje, se se kemi prezent. Nuk është personale. Kjo e ka zanafillën tek replikat që ka ndodhur me zotin Rusmali. Zotin Rusmali ishte Berisha, ai që e mori zëvendës kryeministër të kabinetit qeveritar. Çuditërisht, unë mbaj mend... Çka ka bërë Rusmali? Pse u rreth kaq shumë? Edhe doktori e akuzoi. I nderuari Neritan Ceka i tha, kur do zgjidhej president Bamir Topi, i tha doktor, nga një herë, se i pa thënë doktori burri poshtër. Edhe i tha, nga një herë punë e mira, se ja dha 3 votat e Partisë Alanca Demokratike, nga një herë punë e mira bëhen dhe me burrat poshtër. Edhe i dha votat. Por i tha, një pyetje e kam. Keni ndonjë ministër në kabinetin tuaj qeveritar që t'jetë me origjinë nga e djatha? Berisha nuk i kthej përgjigje. Në 3 kabinete qeveritare të ngritur nga Berisha, asnjë ministër nuk ka patur që të përfaqësonte të djathën shqiptare. Kjo është shumë e saktë. Mos përshkoj të larg, të lutem. Se po shkojmë prapa, ja Këtu po shkojmë pra. Ai ndjek vijën. Këtu po shkojmë. Shumë e saktë. Ata që e kundërshtojnë Berishën sot dhe dje janë të djathtë. O ti zoti polic, a do konkretizohet, është ftesë për përplasje, apo është teori e vërtetë? Përplasja ku do ndodhin brenda PD-s? Do ndodhin në parlament, ku do ndodhin? Thirrje general investigativ të informuar mua. Të lutem, po thirrja bëhet në emër doktorit. Kush ka për të kundërshtuar? Ka djeni doktori për atë? Kush do kundërshtoj? Po patjetër. Doktori si asnjë. Patjetër. Fajin e kanë ta Flamuri, Genci. Është refreni i njohur, Po do kundërshtoj. Ne paga shumë një ti brez. Lutem shumë. Të dy bashkë. Po do kundërshtoj via doktor Berisha. Refrenin revolucioni vazhdon. Shikom. Revolucion. Nuk mund të bëjnë të majtët revolucion në emër të djathëve. Harroje këtë punë. Nuk bëhet. Dakor, po konkretisht në fakt që i referohet është thirrje bashkëpunimit që ka patur dhe atij që do të që e marrëm këtë rezultat që karuar që është partia e djathtë. Një sekondë. Për të investigim. Kush do ngrej dorë kundër leadershipit të sotëm, që shpëtoi Gjoja Partinë Demokratike nga rënojat. Pra kush do kërkoj dorëheqje doktorit është ideja. Për plasje fizike dhe nuk duhet kërkohet dorëheqja e doktorit. Kjo është paralajmërim për reformën në PD. Ti kështu e interpreton? Pra kjo do jetë ringjallje rizimi kush trafin gazin me këta. Ringjallje të opozitës. Se gazi ka të dhëna që do kërkoj dorëheqje e doktorit, ka është aty. Kur them gazin e gaz, aty gazi janë tjetër. Aty është vdesësh gazit fakt. Se nuk flet asnjëri. Dëgjoj. Unë më shumë respekt. Kur thua gazin, ne kujtojmë gazin e degës vlla. Po ta them për të parë sot. Unë më shumë respekt. Aty është kamera, them që te. Shikoj nitën. Po jo më se duhet të jesh. Se u ka ligji. Unë më respekt kam për Flamur Nokën, Albana Vokshin, gjitha njerëz janë të sinqertë dhe thonë, unë jam vdekje me doktorin, më ke quajnë fare parti politike, me quajnë një shoqat. Unë vetëm për një kam respekt, për Joritën vlla. Për ata kam. Unë vetëm për Joritën kam respekt. Jo, pikërisht unë për këtë s'kam respekt. Unë për Joritën kam respekt. Për këtë kallëp, që janë hipokrit, që kërcejnë vallet e doktorit, edhe pastaj bëjnë si qytetarë të pavarur. Patjetër. Që bëjnë kështu si tipa fancy, sikur vim se demokracia në PD, dhe qepin gojën sërë që ka një debat, unë për këtë kategori, kjo kategori ka shkatruar PD-n. Hipokritët. Kjo është e vërtet. Kurse ai që është vullnetar, i shokut të nverë, është në të drejtën e tij të çmendurisë, pikërisht. Po pra. Po këta që bëjnë sikur janë demokratë dhe qytetarë që janë të ndryshëm. Për ta shkoqur. Su ka drejt Flamuri do të rajta në Gjokudajt edhe një sfond kuqezi atje. Në vend po. Ai është paga shumë, ai trekëndshi i bërë. Është Flamuri anarkist. Gjokudaj ka një Gjokudaj duket pak si Trotski. Gjokudaj ka një histori bashkëpunimi televizive me mua
dhe jam shumë, është një personazh, e kam nuhatur që është një... Po kjo që ka thënë Gjokutaj ka shumë si për një gjë, mund të jetë i moment Unë do të historik. dekriptoj se është, ka përdorur një gjuhë shumë të maskuar, për shumë të qartë. Ajo është gjë shumë e mirë. Është kërcënim për gjykatën. Jo, po të mendojmë dhe të kundërtën. Një sekond, ta morë edhe një të fundit tonë vazhdo. Si përfaqësues i ligjit, Gjokutaj... Jo, s'është i ligjit. Si, I ligjit është prokurori. Ai është mbrojtës. Mbrojtës i ligjit, më mirë akoma, si mbrojtës i devotshëm ose i përkushtuar i ligjit, ai e hedh këtë në media pikërisht që të filloj të shpupuritet kjo gjë, edhe të mos Unë mendoj se kjo është gjë e mirë. Biles unë uroj që të rrihen aty brenda, që procesi shpërbërjes të përshpejtohet, dhe do ishte gjë shumë e bërë dhe njerëz do kënaqen, mbas 8 janarit kemi edhe serinë e dytë, po tani ne kam brenda llojit. E kupton? Edhe vazhdon derisa të shkërmoqet fare. Se djeshte edhe një qershor. Ajo parti ke qenë antar dhe eksponent i PD-s. Keni informaciona kush janë tradhtarët apo tradhtarët? Se jemi televizioni, duhet të jemi Do dalin grupe tradhtare ose tani. Po jo, më kjo është teori, më thonë jemi konkret do. Pa punsa tu kanë nisë problem madh. Emra zotëri ke. Një sekond. Aty kanë nisë problem për ata që kërkojnë rinumërimin. Se nuk është gjë e pakët. Të akuzosh komisionerët e PD-s, deputetët e PD-s, kandidatët, që janë vjedhur vota, kjo tregon që partia jote vjedh votat e një dhaj një dorë Rama, aty bashkuan votat për bukurie. Po bashkan për bashkuan votat parlament, no. Po edhe këta kanë vjedh votat e kandidatët PS-s. Ti do të qepi gojën Rama, u dha ordër mbylli gojën mos e zgjasim më. Po qarkullonte zhej këto ditë në rrjet qarkullonte një video bardhezi. Është pak tronditse deri në llaktar është ku triqet zvarr një djalë i ri Blendi Gonxhe dhe goditet në mënyrë çnjerëzore nga ata që më pas kërkonin Shqipërinë madhështore, vlla. Po më valla, donte ai donte të ngonte progresi i Shqipërisë. 96 ka histori, druri, Blendi që kërkoi pasaportë ditë jashtë. Është vetëm ai se gjithë socialistët e kohës janë procesin në 96 të demokratizimit të Shqipërisë. Po ja, pikërisht ta që duan të bëjnë Shqipërinë madhështore dhe në fakt po bëjnë Shqipërinë, po edhe Shqipërinë nevojtore. Ka mundsi i mund fjalimet e Blerim Çelës në parlament? Mas se 6 majt. Këtu po bëhet thirrje, do me thëmë për të shkatuar njerës. Po bëhet, e kupton, ne jemi rikëthyër, jo të në të shtatën. Ne jemi rikëthyër të grupet armisore shpalte në Verozha. A i mirë bënore, se është komunisti orve të para. Cana ata që janë aty. Po ju që bëni? Po unë i bërat mija, s'kam që bëma. Unë e kam mbylla histori. Po jo, mos jem mbylle ti, mbylli tjetri. Ku do vemi më buri dhe jo? Po mirë, merri mua si në veqë. Atere, ajo që po temë ty, aty kërështë njëta frymre revanshiste si para 20 sa vjetë o bëshin të gjashmë? Si para 38 vjetës fiks. 29, sa u bëma, 28 vjetës, o pa i shumë. 28 vite. 28 vite. Po të njëtët njërë, se bëni shkrimi akademike të agenturave dhe komplotën nga greko-amerikano, të CIA, asfalis, italo, gjermano, ruso, kineze, janë po të njëtët sot. Ate ishtë 25 vjeç, dhe kanë qenë kastravesa, sot janë për tranguj. Kaq. Dakor. Ka nuk ka të shumë në gjërë të parti. Fatkesisht, kjo parti. Unë plaget me një të pasme, po jo me një mëndë. Të ludhëm. E kemi jetuar kohën e Verozhës, një brez, unë, do shati një pjesë, në gjithë ka, të jeti këtë. Kur vinte shoku Enver, e Verozha, kur ditën bëro politike, dhe analizon dhe veprimtaritë armisore të Kadrias Biu, Beqir Ballukut, të kulturës, i bënte në mënyrë specifike të artikuluara. Ka shkelur bë këtë, ka bërë strategjit gabuar të mbrojtjes, ka bërë sabotime në minjera, ka bërë sabotime në naftë, dakord me këto? Pra, kishte aspekti konkret. Grupi armisor nuk ishte thjesht deviacion, teorik, këtu po bëni, po të rëgoni mua tani, dhe po publiku që na shef, ka të drejt të dëgjoj, ore, mos kam për të vërtet një grup armisor. Ishte më elegant në veri. Duan, ore, zotëri, Genxho Kudaj, që është edhe avokat dhe politikan, po jep një sinjal që ne nuk mund të injorojmë, që thotë që një grup brenda Partisë Demokratike do të dekapitoj, pra të ikpusi kokën politikisë Sali Berishës, dhe kjo nuk do lejohet. Po këtë po them, atëherë. S'po e thoni këtë kështu që thashë. Po kulluri, po kjo është me. Po mirë tani. Shiko, shoku Enver nxoi disa grupe armiqësore. Shoku Enver tha. E dëgjove kullurin. Shoku Enver tha. Po shoku Enver më tha zonë. Shiko. Unë mbaj mend konferencën e përmendjes në studio bën një heshtje vllajëve. Domethënë një patëm një lloj tregje që të gjithë. Çka ka? Ju më Turi po thotë gjë shumë vërtet. Turi thotë që Enveri ishte më elegant. Pse?
Ishte Jo më konferenca legal, më Tiranës, konkret. grupi të butetve, grupi naftës, i ushtrisë, Petri Duaj me Po mos shok. të ishte... Të fundit vishim një sekund, me Meti që bravo vetëm. Vetëm një parantez. Turi ka drejt brigje. Mos të ishte aq elegant. Nuk do këtë note goliku i Bënçës në për Dallga dhe Rebeshe, sa udhëheqës aq ushtar, historia elegant Tani, i veti problem që kam. Ere rani se goliku është i I veti madh. problem që kam unë, është mos na fejohet gazi me këta në një si Silva, Turdiu, edhe na gjen vetë vrarë besoj. Anduajna, këtu ma konkretizon dot, Mos vrasi vetë. grupin armisor, keni indicje, kush ka në indicje Luna? Shkruani, hapeni informacione. Tha diçka shumë të vërtet, zoti Premçi, që nuk ka vë veshin që lidhet me vulën. Po. Në qoftë se faktorin ndërkombëtar, siç janë amerikanët, deri diku e kanë pranuar në mënyrë legjitime rezultatin e zgjedhjeve, tregon që nuk do ketë më mbështetje opozita shqiptare. Dhe sigurisht që ka fraksione brenda Partisë Demokratike që mund të kenë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të riformatuar Partinë Demokratike, për të hequr pikërisht personat që janë shumë të emetuar në procese penale, të akuzuar për korrupsione të tjera. Dhe nëse do të shkojmë pastaj tek presionet që mund të bëhen në mënyrë tangente, siç e thot Bremçi, tek gjykatat, për t'ia kaluar sërish vulën Lulit, Alibejait, Gazit, apo kush ngjetën tjetër, ose Kullurit, atëherë pastaj po të flasim për nuk ka gjë për të humbur. Për plasje fizike. Po pra, Megjithatë, për te kësaj, okej, vula mund tjetë. Unë shoh pak si alibi, po nuk më duket fare që tjetë vula. Është me e thellë gjëja, është me e thellë sepse lidhet për të adopsuar më shumë Enida. Nuk ka që të adopsosh më shumë opozitën se ka Jo, duhen a fletë për të adopsuar Gjokutaj, më jo opozita. Tani, unë atë ju dëgjova prita se mos kishtë informacion. Të erdi mesazhi. Jo, më kalbe sa bëjë si ku më vjen. Bëjë si ku më vjen. Është vule a gjitha mirë. Po përgatitet një mocion. Mocion që të kërkoj shkakimin e doktor Berishës. Kështë thelbi. Sa vetë, që ta dim sa vetë do rrihen. Po nuk e di. Do firoj në rrugës. Publicitet.